Përshëndetje të dashur nxënës, sot matematikën klasës 6 do të zhvillojmë temat. Moda dhe aritmetika, mesore dhe mesatare aritmetike. Rezultatet e nxënësja apo nxënësja gjen modën, aritmetikën, mesorën dhe mesataren aritmetike në një studim statistikor. Zgjidh ushtrimet e problemeve duke përdorur konceptin e mesatarës aritmetike. Fjalët kyçe që do të hasim janë mod, mesore, amplitudë, mesatare aritmetike. Situatat e nxënësit që do nisin të dyja temat janë situata që jepen në tekstin tuaj në faqen 132-133 në librin e matematikës. Fillojmë me temën e parë. E nisim mësimin me disa përkufizime të fjalëve kyçe që lart përmendëm. Moda. Moda është vlera që përsëritet më shpesh ose denduria më e madhe në një studim statistikor. Amplituda. Amplituda është diferenca midis vlerës më të madhe dhe vlerës më të vogël në të dhënat statistikore që na jepen. Mesore. Vlera mesi gjatë renditjes së të dhëna apo një vargu të dhënash gjithmonë në rendin rritës, pra nga numri më i vogël në numrin më të madh. Mesatare aritmetike. Mesatare aritmetike e gjen me raportin e shumës së të dhënave apo një grup të mëdha të dhënash përmbi numrin e përgjithshëm të tyre. Për këtë do shohim ushtrimet në tekstin tuaj. Ushtrimi i parë në faqen 132 të tekstit jepet tabela me të dhënat e gjatësive të disa nxënësve, masën e tyre në kilogram, mosha në vite dhe numri i këmbës së tyre. Atëherë për secilin nxënës në figurë janë dhënë të gjitha karakteristikat. Atëherë, duke pas vlerën 141, 132, 122, 130, 133, 125, 133 e me radhë, të gjithë dhënat në tabelë. Pra dhe nga gjatësia deri tek numri i këmbës. Shpytje që shtrohet në ushtrimin janë: cila gjatësi është në mod? Atëherë, vëmë nga tabela që gjatësia që është në mod, në këtë rast, moda është 133. Pse? Ka vlerën që përsëritet më shumë, pra dendurim më të madhe se sa vlerat e tjera. Kërkesa B. Cili numër këmbë është në mod? Pra cili është moda numrit të këmbës? Atëherë shikojmë numrin e këmbëve, vlerë që kemi. Dhe vlera që përsëritet më shumë është 37, dhe themi që moda në këtë rast është 37. Cila është amplituda tek vargu i masave? Atëherë shikojmë masat. Cila është amplituda? Amplituda është vlera pra më e madhe minus vlerën më e vogël, diferenca tyre. Vlera më e madhe është 48 dhe vlera më e vogël është 41, diferenca tyre do dalë 7. D. Cila është amplituda tek vargu i moshave? Atëherë po çon vlera më e madhe në moshë është 12 vjeç dhe vlera më e vogël është 10 vjeç, atë diferenca është 2. Cila është amplituda tek vargu i gjatësive? Atë gjatësia më e madhe është 141 cm, ndërsa gjatësia më e vogël është 122 dhe diferenca dalin 19. Dhe e fundit, cila masë është në mod? Pra sa është moda e masës së tyre në kilogram? Atëherë vlera që përsëritet më shumë është numri 46, pra ka dendurim më të madhe, pra vlera që përsëritet më shumë. Dhe themi që moda në këtë rast për masën është 46 kg. Atëherë ushtrimi 2 në tekstin tuaj nuk mund të punohet sepse ju duhen të dhënat për shokun e klasës apo shoqen tuaj për të dhënë përgjigje ushtrimin. Atëherë kalojmë në faqen tjetër, në faqen 133, duke gjetur mesorën në secilin rast që na jepen. Duke pasur parasysh tabelën, do të kthejmë përgjigje ushtrimit 1 në faqen 133. Atëherë, me kërkesë e parë gjeni mesorën në vargun e gjatësive për nxënësit e dhënë. Atëherë, duke marrë nga tabela të gjithë gjatësitë, i rendisim në rendin rritës dhe kemi 122, 125, 130, 132, 133 dhe 141. Atë çfarë vëmre? Çfarë shohim? Që në këtë rast vlera mesit që ndodhet në këtë varg pra të renditur është numri 132 dhe themi që mesora në këtë rast është 132. Në rastin e kërkesës B, gjeni mesorën në vargun e masave të nxënësve. Atë duke ditur masat e nxënësve nga 48 kg, 46 deri tek 46 për duke përsëritur, i rendisim në rendin rritës dhe kemi 41, 43, 45, 46, 46, 46, 48 kg. Atë vlera mesi që do në këtë rast, pra
është 46, edhe themi mesor në këtë rast është 46. Njëseve dhe për rastin C, gjin meson në vargun e moshës. Atë duke pasur moshën 12, 11, 11, 11, 12, 10 dhe 11 vjeç, i rendisim rinj rritës dhe shikojmë që vlera mesit në vargun ton, në këtë rast kemi 7 dhëna për vlera mesit, që zhvendosim 3 njësi nga majtë dhe 3 njësi nga djatra, që ndodhën mes është dhe mesorja, i keni marrë në klasën e mëparshme. Themi që mesorja në këtë rast është 11 pra vjeç. Ushtrimi i dytë në faqen 133 e keni si detyrë shtëpie dhe një pjesë e keni ushtrim në klasës që dyja ja pak më vonë. Shohim ushtrimin 3 po në këtë faqe. I jepin disa të dhëna në metra dhe të gjejmë mesorën. Atë i rendisim të dhënat 20, 60, 60, 80, 80 dhe vlera mesi që varrejmë është 60 cm. Dhe themi mesora në këtë rast është 60 cm. Jepim disa vlerë të temperaturave. 30, 25 grad, 22 grad, 28 grad dhe 10 grad. I rendisim renditës dhe nga renditja shikoj që temperatura 25 grad është mesura në këtë rast. Dhe themi mesura është 25 grad, që shënon me ME. Dhe në rastin tjetër jepen disa të dhëna në metra. Do gjejmë mesorën e tyre. I rendisim dhe më mërë që vlera mesit është 13 cm dhe themi mesura në këtë rast është 13 metra, më falni. Dhe në rasti tjetër kemi disa të dhëna në litra, 12 litra, 14 litra, 10 litra, 8 litra kështu me radhë. I rendisim dhe shikojmë që vlera mesit pas renditjes pra nga numri më i vogël rrugë më të madh është 10 litra dhe themi që mesura për këtë renditje të këtyre të dhëna në litra është 10 litra. Pra, në çdo kërkesë ushtrimit 3 kemi bërë renditjen e të dhëna në rendi rritjes, pra nga vlera më e vogël e tij deri tek vlera më e madhe. Atëherë shohim shembullin që na jepet në faqen 134 për gjetjen e mesatares aritmetike. Atëherë shohim masat që janë të shënuar në tabelë: 46, 48, 45, 46, 43, 41, 46 e me radhë. Atëherë do gjejmë mesatarën në këtë rast. Atëherë mesatarën do ta gjejmë me formulën. Pra në mënyrë shumën e përgjithshme të të dhëna përmi numrin e tyre. Pra shuma e të gjithë masave në këtë rast përmi numrin e përgjithshëm. Ose sa element kemi në tabelë. Atëherë shkruaj SN përmi N baras me 41 plus 3 që shumë zë 26. Atëherë kam shënuar 3 26 sepse shoh nga tabela që vlera 26 përsëritet 3 herë. Dhe e shkruaj 3 herë 26 plus 23 plus 25 plus 28. Kryeveprime dhe në këtë rast shuma më del 318. 318 pjesëtim për 7 më del 45. Atë duke pasur të dhënat parasysh për tabelën pra që pam në faqen 132, na duhet për të gjetur zgjidhjen e ushtrimit 134, pra ushrimi 1 në faqen 134. Do të gjejmë vlerën mesatare të gjatësisë të 7 zënësve. Atë shkruajmë më 7 baras 7 përmi 7. Dhe i mbledh 141 plus 132 plus 122 plus 130 plus 233 plus 125 përmi 7. I mbledh 916 përmi 7 dhe që vlera parafort e tij afërsisht 130.9 cm është gjatësia mesatare e 7 nxënësve nga tabela që kam. Njësoj zgjedhje mesataren aritmetike për moshën e tyre dhe kam më 7 baras 7 përmi 7. 2 12 që është mosha përsëritur plus 4 11 që përsëritet mosha 11 plus 10 përmi 7. Atëherë 78 përmi 7 afërsisht 11.1 vjeç. Në ushtrimin 3 të tekstit tuaj jepen të dhënat të rënditura. Si vijojnë 2, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 8, 9. Kërkesa thot, a mund të gjejmë se cila është mesura e kësaj bashkësie të dhënash? Përgjigja do ishte po. Po, ne mund të gjejmë mesorën e këtyre të dhënave sepse i kemi të renditura dhe duke pasur që vlera tyre që ndodhet në mes është vlera 4 dhe themi që mesatara në këtë rast është 4. Pra njësoj si që ju sjeroj mësusja, në mësimin e sotëm do punon në fletorën tuaj të klasë ushtrimin 2 A, B, C, D, kërkesat faqet 133. Dhe si detyrë të shtëpi keni po këtë ushtrimin 2, pikën F dhe G, dhe 2 ushtrimet 4 të faqes 133 dhe 134. Uroj dhe shpresoj të jeni mirë. Faleminderit për vëmendjen dhe punë të mbarë të dashur nxënës.